Mirë se u gjetëm miqtë e ndjekës kanalit Psikologjisë Shpirtërore, në këtë cikël mësimesh, dhe sot kemi në fakt mësimin e fundit në radhë në lidhje me këtë seri. Për ata që nuk kanë ndjekur mësimet e kaluara, ju ftoj që të klikoni te kjo playlist dhe të ndiqni edhe ato për të krijuar një pamje më të plotë të këtë cikli mbi Jezu Krishtin, kush është ai dhe çfarë mësojnë jo vetëm në shkrimet e shenjta të Biblës, por dhe fakte historike të dokumentuara. Dhe sot në fakt kemi pikërisht dëshmitë historike në lidhje me Jezu Krishtin. Pra dëshmitë historike që do trajtojmë këtu janë në lidhje me jetën, vdekjen dhe ringjalljen e tij. Dhe do shohim me radhë provat historike për jetën, vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit, të cilat janë një temë interesante dhe në fakt ndër më interesantet në botë që diskutohen dhe debatohen deri më sot, gjëra gjatë në të gjithë botën, por është një temë gjithashtu e dokumentuar mirë, e cila mbështetet si në burime biblike, por edhe në burime laike dhe arkeologjike. Theksojmë që ndërsa besimi luan një rol qendror në krishtërim, ekzistojnë gjithashtu të dhëna të rëndësishme historike që mbështesin ngjarje kyçe. Le të analizojmë këto me radhë. Së pari, fillojmë me ekzistencën dhe këtu do shohim disa dëshmi për ekzistencën e Jezusit. Duhet themi që edhe jashtë Biblës, burime të shumta të lashta konfirmojnë pra se Jezusi ishte një figurë e vërtet historike. Pra Jezusi ka ekzistuar me të vërtet fizikisht. Dhe do shohim këtu disa burime jo të krishterë, se kam të krishterat janë të qarta dhe kryesisht në Bibël, sikurse në shkrimet e para të kishës dhe teologëve të parë. Dhe këtu kemi një historian romak i quajtur Taciti, pra Taciti ose Tacitus, në gjuhën e kohës, pra historian romak në vitin 115, përkujdes, pra 115 pas Krishtit. Ai ishte romak, pagan dhe kundra krishtërimit dhe në fakt e quan krishtërimin një besëdni të djallëzuar dhe armiqësor. Por gjithashtu konfirmon dhe vdekjen e Jezusit. Pse i quante ai armiqësor? Sepse paganët e kohës për romakët besonin në shumë perëndi, në shumë zotër, dhe perandorin e tyre, për shembull Cezarin, e adhuronin gjithashtu si një perëndi, si një prej atyre shumë perëndive të tjera. Dhe krishtërimi që predikonte ekzistencën e një perëndie të vetëm, një zoti të vetëm, të ardhur për të falur mëkatet tona, sipas tyre ishte një besëdni e djallëzuar. Ndaj dhe Taciti shkruan në këtë mënyrë. Por ai gjithashtu në veprën e tij të quajtur Analet në 1544 ai përmend Kristus, në gjuhën romake, pra Krishtin, dhe shkruan i cili pra Krishti u ekzekutua nga Ponc Pilati dhe pasuesit e tij, pra krishterët, u persekutuan nën Neronin, pra perandorin Neron. Pra ky historian konfirmon qartazi ekzistencën, ekzekutimin pra Krishti thotë u ekzekutua nga Ponc Pilati, që ishte një guvernator romak në Judem, pra Izraelin e kohës, i cili ishte pushtuar nga perandori romake. Pra thotë Krishti u ekzekutua nga Ponc Pilati dhe pasuesit e tij, pra ndjekësit e tij të krishterë, u persekutuan nën perandorin Neron, që ishte gjithashtu një perandor romak dhe ndër persekutuesit më të mëdhenj të krishterëve. Gjithashtu kemi Jozefin, njohur si Josifius, historian hebre, por me nënshtetësi romake më vonë, në vitin 93 pas Krishtit. Domethënë, janë këto shkrime. Së pari në veprën e tij Antikitetet, faqja 18, kapitulli 3, vargu 3, ai shkruan pikërisht këto fjalë, thotë që rreth kësaj kohe jetoi Jezusi, thotë. Një njeri i mençur, ai ishte Krishti. Pilati e dënoi atë në kryq,
ai u shfaq atyre përsëri i gjallë ditën e tretë. Pra qartësi këtu na thuhet që rreth kësaj kohe, pra këto janë dëshmitë e tij në fakt, e kjo vepër, testimonium Flavianum, sepse emri i tij ishte Flavius Josephus, dhe thotë dëshmitë e Flavit janë ato. Pra i shkruan në dëshmitë e tij një lloj ditari, që rreth kësaj kohe shkruan, jetoi pra Jezusi, pohon që ai ishte Krishti, pra Mesia i dërguar nga Perëndia dhe i pritur edhe nga hebrejt, që do të falte mëkatet e njerëzve dhe shpëtimin e botës. Pilati thotë dënoi atë në kryq, pra këtu konfirmon vdekjen e tij në kryqëzim. Të thotë ai pra, më falni, Krishti u shfaq atyre pra një pjesë të popullit të kohës, përsëri dhe i gjallë thotë, në ditën e tretë, pra 3 ditë pas kryqëzimit të vdekjes. Ndërkohë të tjera burime historike vijnë nga Plini i Riu, guvernator romak, që ka jetuar në vitin e 112 pas Krishtit. Ai shkruan një letër perandorit romak Trajan, ku shkruan që të krishterët, për një grup njerëzish, që ishin krishterë të cilët adhuronin Krishtin si perëndi. Ndërkohë nga Luciani i Samosatës, një satirik grek, pra humorist, që shkruante satirë në rreth viteve 160 pas Krishtit, pra shohim që janë vitet e afërta, vitet 90, 100. Ai tatet krishterët sipas tij për adhurimin në thonjza të udhurakut të kryqëzuar, ai shkronte, i cili mësonte dashuri vllazërore. Pra edhe pse ai tallet me figurën e Krishtit, ai përmend kryqëzimin dhe dashurinë vllazërore që Krishti predikonte. Pra shohim dëshmi jo të krishtera, madje në shumë raste kundra të krishterëve, anti të krishtera, të cilat pohojnë dukshëm ekzistencën e Jezusit, kryqëzimin e tij dhe në disa raste dhe ringjalljen. Dëshmitë të tjera për ekzistencën e Jezusit, kemi burimet hebraike, pra kujtojmë që krishtërimi ka lindur në hebraizmi, pra hebraizmi mund të qetë toka ku është mbjellë fara, dhe fara është Krishti, le ta quajmë kështu. Dhe kjo temë është më pas krishtërimi, pra krishtërimi dhe le të themi kisha që vazhdon deri më sot pra të krishterët. Por hebrejt nuk e pranojnë Krishtin si Mesian e tyre. Pra, duhet ta theksojmë këtë gjë për ta kuptuar që edhe burimet hebraike ndonse ata kanë një pjesë të Biblës, që është Testamenti i Vjetër, pra që është Bibla hebraike, si të tyre nuk vjen dakord me Krishtin si hyjni dhe Mesi, pra si vetë Krisht. Dhe nga burimet e tyre, ne veçojmë Talmudin. Talmudi është një koleksion mjaft i rëndësishëm i fesë judaike, i shkrimeve të tyre rreth shekujve 3 dhe 6 pas Krishtit. I referohet pikërisht Jeshuas. Jeshua është pikërisht emri i Jezusit në gjuhën hebraike, si një mësues i rrem i ekzekutuar në Pashkë. Pra, edhe pse ata i thonë është një mësues, pra vërtetojnë që ai ka ekzistuar, ka mësuar popullin, por sipas tyre është i rrem, por pastaj nuk mohojnë ekzekutimin ditën e Pashkës, çka bie totalisht në një linjë me ato që shkruan në Ungjillit, pra që shkruajnë vetë krishterët. Krishti në fakt u ekzekutua në Pashkë. Dhe ky shkrim është në shekullin e 3 dhe në shekullin e 6 pas Krishtit. Vazhdojmë me dëshmi arkeologjike. Në vitin 1961, pra vit i afërt, është gjetur mbishkrimi i Pons Pilatit. Mbishkrimi që thoshte Jezu Krishti, mbreti i judejve, që u vendos në krye të kryqit ku ai ishte kryqëzuar. Pra ky është zbuluar si një provë mjaft e fortë arkeologjike që vërteton Biblën, vërteton shkrimet e Testamentit të Ri të krishterëve. Dhe konfirmon gjithashtu se Pilati ishte i vërtet dhe qeveriste judeme dhe përputhet me Ungjillin, sikurse kemi cituar këtu, më falni, Ungjillin e Lukës 3:1, ku përmendet që në atë kohë qeverisës judes ishte pikërisht Pons Pilati.
Një tjetër zbulim arkeologjik është eshtërorja e Kajafës. Pra eshtrat e kryepritit Kajafa, zbulimi i vitit 1990, pra mjaft i afër. Pra kutia e kockave të kryepritit që dënoi Jezusin me vdekje dhe në bashkëpunim me Pons Pilatin e bindën atë që të kryqëzoi. Pra eshtërorja e tij pas analizave laboratorike që vërtetuan që ishte pikërisht e këtij kryepriti, vërteton pikërisht prapë shkrimet e Biblës dhe mësimet e krishterë për ekzistencën e kësaj historie që lidhet me ekzistencën e Jezusit. Gjithashtu Nazareti dhe Betlehemi, qytetet. Pra Betlehemi është qyteti ku Jezusi ka lindur, ka Virgjëresha Mari, një lindje e binatyrshme e profetizuar qindra vite me shkrimet e Dhjetës së Vjetër të Biblës hebraike. Dhe Nazareti, qyteti ku ai ka kaluar fëmijërinë e tij, ndaj dhe një jetën e tepërmi si Jezu Krishti i Nazaretit. Dhe gërnimet arkeologjike konfirmojnë se këto qytete ekzistonin, duke kundërshtuar skeptikët e mëparshëm, të cilët në fakt thonin që këto qytete s'kan ekzistuar asnjëherë. Por që në fakt ato ekzistonin dhe ka prova të dukshme, madje vazhdojnë edhe më sot që mbi këto rënoja le të themi arkeologjike janë ndërtuar qytete të reja. Shumë në Betlehem është një qytet mjaft i populluar, i banuar kryesisht nga popullsi arabe. Në ditët e sotme flasim. Së treti, kërkoj ndjes këtu për numrin 2. Hym tek pjesa për provat për vdekjen e Jezusit në kryqëzim. Pra pam deri tani provat për ekzistencën e tij, këtu kemi prova për vdekjen me kryqëzim. Dhe do shohim disa pjesë të historianëve laik, të cilët, pra edhe ata, edhe pse laik, pra kundër krishtërimit të dukshëm, bien dakord se Jezusi u kryqëzua nën Pilatin, pra në kohën e guvernatorit Pons Pilat. E para është që praktikat romake të kryqëzimit janë fakt historik, që nuk mohohet, është që metodë e dokumentuar mjaft mirë e ekzekutimit për rebelët dhe për skllëvërit. Dhe ishte një praktik mjaft e përhapur në Jude, në Izraelin e kohës. Jozef i Madhjef, Flavius Josephus, historiani, përshkruan kryqëzime masive në Jude. Pra ishte një praktik mjaft e zakonshme dhe më e rënda në fakt, sot mund krahasohet, e kemi thënë në mësimet e mëparshme, ndoshta me karrierën elektrike që disa shtete e aplikojnë. Së dyti, krahas historianëve laik që bien dakord me kryqëzimin, kemi provat mjekësore, pra prova shkencore mjekësore të cilat e vërtetojnë këtë gjë. Dhe në fakt, revista e shoqatës mjekësore amerikane në vitin 1986 analizoi plagët e kryqëzimit. Pra si mund shkaktoheshin këto plagë dhe si çfarë pasojash, le të themi, shkaktonin. Dhe pas ekzaminimit, ata konfirmuan njësoj 100% për shkrimet biblike. Për shembull, siç na jepet tek Ungjilli i Gjonit 19:34, ku na thuhet që një nga ushtarët romak ja të shpoi brinjën me një hesht dhe atij pra Jezusit i doli me një herë gjak dhe ujë nga pjesa e shpinës. Dhe sipas shkencëtarëve mjekësor të këtij eksperimenti në vitin 1986, u vërtetua plotësisht që pas një qëndrimi e një kohe të tillë në kyç, në këtë pozicionim të trupit, dhe një hemoragji e shkaktuar nga gozhdët në pjesë të duarve dhe këmbëve, nëse do shpoj pikërisht kjo pjesë e trupit me shtizë, dhe zgjaku do të binte edhe ujë nga, le të themi, transformimi i ëndja që pësonte trupi. Gjithashtu kemi dhe kredon e hershme krishterë që vjen nga Bibla, nga letra e parë e Korintësve, kapitulli 15, vargu 37, ku nga apostulli Paul, një bashkohës i Krishtit, na shkruhet që Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve. Pra u plotësuan të gjitha shkrimet me ardhjen, vdekjen dhe ringjalljen.
Dhe apostulli Paul vazhdon duke shkruar që u varros dhe u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Citon ai prap shkrimeve të shenjta flasin hebraike. Dhe s'u shfaq Kefës, Kefa është Pietri, apostulli Pjetër, pastaj të 12-ve, 12 apostujve, pastaj një herë të vetëm më shumë se 500 vëllezërve. Më pas u shfaq dhe Jakobit dhe pastaj të gjithë apostujve. Dhe Pali më pas në një varg më tej thotë që më shfaq edhe mua së fundit. Pra Pali citon një kredo që daton brenda 5 viteve nga vdekja e Jezusit. Pra është mjaft, si thua, e freskët. Dhe kjo bën që ai, domethënë, në fakt pohon kryqëzimin dhe shfaqet në ringjallje. Dhe ai citon më shumë se 500 vëllezër përveç të tjerëve. Të tjera prova për ringjalljen, dhe në fakt provat për ringjalljen e Jezu Krishtit janë në fakt pjesa më e debatuar historikisht deri më sot, por edhe pjesa më interesante dhe thelbësore nga të gjithë studiosit e këtyre temave. Dhe këtu ne do shohim disa të dhëna historike kryesore, pra do shohim thjesht çfarë diskutohet dhe debatohet. Së pari le të marrim burimin e shkrimeve të shenjta. E para një është varri i zbrazët. Pra varri i Jezusit është bosh. Nëse të gjitha figurat fetare që ne njohim deri më sot, siç e kemi përmendur në mësimet e kaluara, janë ende në varret e tyre, disa edhe të djegur, sepse kanë praktika të tjera. Varri i Krishtit është bosh, pra nuk ka aty një trup që të qëndronte. Dhe këtë e dëshmojnë pikë së pari rojet romake të varrit. Pra udhëheqësit fetar të kohës në Jude, farisejnë, një orë ndryshe, në drejtimin e kryepriftëve, siç përmendëm Kajafën, i kërkuan Ponc Pilatit, pra qeveritarit romak të asaj kohe, që të vinte aty disa roje, sepse ata kishin frikë ose dyshonin, duke njohur shkrimet dhe duke parë çfarë diskutohej në Juden e kohës, se Mesia dhe do ringjallej. Pra do vinte nga Perëndia, Mesia, pra shpëtimtari, do vuante, do kryqëzohej, dhe ata kishin parë që kjo kishte ndodhur. Pastaj në momentin që Krishti pas kryqëzimit vdiq dhe u varros, ata ju druajtën mundësisë së ringjalljes dhe i kërkuan Pilatit të vendosë roja atje, duke i thënë që mund të vinë ndjekësit e tij, të hapin varrin dhe të marrin trupin dhe të shpikin lajmin që ai ishte ringjallur. Dhe Pilati pranoi dhe aty kanë qenë roje që ruanin. Por na përshkruhet që në dukuri të mbinatyrshme, në shfaqje angjëllore, atë angjëve varri u hap dhe ushtarët u friksuan, u tmerruan dhe ikën. Dhe i treguan këtë gjë pritërinëve, pasi pan varrin e boshatisur. Pra kjo është dëshmia e parë. Dhe tek Mateu 28:11-15 në thuhet se udhëheqësit hebrejnë të kohës, që ishin fetarët, pra, që urdhëruan dhe vrasin, pretenduan se dishepujt e vodhën trupin, duke në kuptuar se varri ishte bosh. Pra edhe ata u bindën që varri ishte bosh. Por na tregohet më pas që ata paguan rojet për dëshmi të rreme. Pra teksa u gjendën përballë faktit që varri ishte bosh, sepse plani i Perëndis nuk mund të ndryshojë, ata kryen le të themi këtë korrupsion financiar të rojeve dhe përhapën këtë dëshmi të rrem, duke dhe ngushëlluar ata, duke i thënë që edhe nëse ju hapet në një problem, ne do diskutojmë me prorët tuaj dhe do jeni në rregull pas dhënies parave. Një tjetër çështje është që dëshmitarët e para që pan varrin e boshatisur, krahas rojeve që thamë, rojeve romake, ishin dhe gratë. Maria Magdalena, Maria nëna e Jezusit dhe të tjera, të cilat shkuan pas ditës së Shabatit, që ishte një ditë ushqimi për hebrejt, sipas zakoneve të tyre fetare, dhe gjetën varrin të boshatisur. Pra këto pastaj përhapën lajmin dhe ëngjëlli i Perëndis u tregoi se çfarë kishte ndodhur, që Jezusi nuk është këtu, ai është ringjallur, pra sipas shkrimeve që thamë. Dhe
i thiri grave që t'i tregonte dishepujve të lajm dhe të shkonin ta prisnin në malin e Galiles, ku Jezusi do t'i shfaqej edhe një herë, t'jepte porositë e fundit dhe të ngjitej lart në qiell. Këto na tregon shkrimi. Tani, pse kjo është e rëndësishme, është për të dhënë një fakt se në kulturën hebraike të kohës, dëshmia e grave shpërfillej. Pra, gratë si dëshmitare nuk merreshin si dëshmitare të mirëqëna. Dhe mos harrojmë që dishepujt e parë të Jezusit ishin që të gjithë hebrejnë. Dhe megjithatë, në të gjithë ungjillit, pra në 4 ungjillit që ne kemi në Bibël, i përmendin këto gra pikërisht si dëshmitaret e para. Nëse kjo do ishte një shpikje, atëherë do ishte një shpikje pamundur, i binte në qoftë se flasim gjuhën sportive, në gjuhën e futbollit, ishte sikur ata vetë të donin të bënin një autogol vetes. Më kuptoni, sepse nëse do donin shpiknin diçka, nuk do vinin gratë dëshmitare. Dëshmia e tyre nuk njihej si e vërtetë. Madje edhe Pietri dhe Gjoni, kur dëgjuan dëshminë, ata na thuhet që vrapuan vetë drejt varrit për të parë dhe gjetën bosh. Tjetër pikë interesante, në provat për ngjalljen e Jezu Krishtit, kemi shfaqjet pas vdekjes. Kemi së pari rrëfime të shumëfishta të pavarura, pra një sasi të madhe njerëzish të cilët e rrëfejnë të gjë. Apostulli Paul, sikurse pa më parë rendit shfaqjet të mbi 500 njerëz, dhe shumë prej të cilëve ishin ende gjallë kur ai shkroi. Pra flasim tek letra e parë e Korintasve 15-16 ai thotë, një pjesë e mirë e tyre janë ende gjallë, të tjerët kanë fjetur. Ungjillit gjithashtu përshkruajnë shfaqje gjatë 40 ditëve. Në Ungjilli Lukës, kapitulli 24 dhe Ungjilli Gjonit, kapitulli 20. Pra Krishti vetëm që është shfaqur, por është shfaqur në hapësirën kohore të 40 ditëve. Pra nuk është shfaqur vetëm një herë, ka qenë 40 ditë i shfaqur në rrethana të ndryshme, në njerëz të ndryshëm. Kemi gjithashtu skeptik të konvertuar. Pra njerëz që nuk kishin dëgjuar ndonjëherë për Perëndin, njerëz ose që ishin kundra kishës, pra kundra krishtërimit. Dhe ata u konvertuan pasi pan Krishtin e ringjallur. Një prej tyre më kryesor ishte apostulli Paul, që më përpara quhej Saul. Ai ishte një figurë fetare e kohës, por një persekutues mjaft i zellshëm i kishës. Pra ai persekutonte dhe i burgoste të krishterët, madje kishte asistuar dhe në vrasjen e Stefanit, i cili është një ndër heronjtë e parë të krishterimit. Dhe vetë ky persekutor kaq i madh që mendonte se po i shërbente Zotit, po i shërbente Perëndisë, duke persekutuar të sektë heretik, sipas tij dhe sipas hebrejve, ai vetë u bëi krishter. Dhe kjo ndodhi pasi ai pa Jezusin e ringjallur. Ky u shfaq në jepet në shkrimin në rrugën për në Damask të Sirisë, ku ai po shkonte bashkë me, si të thuash, me skuadrën e tij, le të themi, me ndihmësit e tij, me ushtrinë e tij, le të quajmë, për të persekutuar krishterët atje. Dhe Krishti u shfaq në një formë të mbinatyrshme dhe i tha, pse më përndjek? Pra, kjo tregon që përndjekja ndaj kishës, përndjekja ndaj krishterëve, është përndjekja ndaj Krishtit. Dhe pastaj shkrimi vazhdon me konvertimin e Palit dhe, si thua, predikimet e tij për Krishtin dhe ndarjen e Ungjillit mes kombeve pagane, ku bënte pjesë dhe Iliria, dhe apostulli Paul është ai që ka shkruar 2 herë për Ilirin, dhe thotë me fuqi shenjash, pra ju dhana Perëndia që ndante Ungjillin nga Jerusalemi deri në Iliri. Pra fal apostullit Paul, kuptohet fal Perëndisë, por nëpërmjet apostullit Paul, krishterimi është hapur pra edhe tek ne shqiptarët, tek ilirët paraardhësit tanë, që në shekullin e parë, pra, në vitet e para pas Krishtit. Të tjera forma, prova për ringjalljen, kemi, si thua, transformimin e dishepujve të Krishtit, transformimin e krishterëve të parë, domethënë, shpjegimi i transformimit të tyre. Ata ishin frikatsak, ishin ndër persekutim, por nga frikatsak u kthyen në të guximshëm. Pra ata patën një ndryshim në zemre, patën një rilindje shpirtërore, që na thuhet përmes frymës së shenjtë. Perëndia, sipas shkrimit,
por dhe vetë porosisë fundit të Jezusit para ngjitjes në qiell, që tha që do të merrnin frymën e shenjtë në Jerusalem teksa prisnin, ata morën guxim, forcë dhe autoritet për të predikuar Ungjillin. Kështu që në Afrika Cak u bën të guximshëm. Së dyti Pietri e mohoi Jezusin gjatë arrestimit, e mohoi 3 herë, sipas vetë profecisë së Jezusit. Tha do më mohosh 3 herë para se të ndodhë gjeli dhe kjo ndodhi. Pastaj po njëti tjetër predikoi me guxim në ditën e rreshajave, që ishte pikërisht dita e marrjes së frymës së shenjtë nga krishterët që ishin kisha e parë. Na thuhet këtë vepra e apostujve 2. Dhe këtu kemi themelimin e kishës së parë, në fakt, në Jerusalem, ditën e rreshajave ose dita e Shavudit, si njihet në gjuhën hebraike, ose Pentekostis, e kemi ndryshe në traditën tonë krishtere në shqiptare, rreshajat ose Pentekostis. Dhe jo vetëm kaq, por Pietri u përball me persekutuesit deri në martirizim. Pra, humbi dhe jetën e tij, jetën fizike për Krishtin. Dhe tani lind pyetja, nëse ringjallja e Krishtit nuk është e vërtetë, atëherë pse të vdesësh për një gënjeshtër? Dhe jo vetëm Pietri vdiq, teksa i kërkonin të mohon te Krishtin, ose për ndryshe të vdiste, ai nuk mund ta mohonte sepse kishte parë, kishte besuar. Jo vetëm ai tan, por shumica e apostujve u ekzekutuan. U ekzekutuan që të gjithë përveç apostullit Gjon në këtë gjë, i cili vdiq internuar në ishullin e Patmosit, që është në Greqinë e sotme. Pra kuptohet edhe në trajt logjike njerëzit nuk vdesin për atë që dinë që është e rreme pra gënjeshtër. Nëse ndodhesh përballë torturave, dhe po flasim për tortura nga më njerëzore në atë kohë, sepse po flasim për shekullin e parë, kush do ishte ai njeri që do vdiste për një gënjeshtër ose për diçka që thjesht e kishte dëgjuar nga të tjerët. Pra mund vinte një kohë, një moment që nga dhimbjet e shumta mund të thoshte, po pranojmë që kjo është thjesht diçka që kam dëgjuar, ose diçka që unë bëj sikur i besoj. Por jo ata pranuan të vdisnin, se sa të mohonin Zotin. Kemi gjithashtu dhe ato të quajtura teoritë alternative. Pra folëm deri tani nga zburimet biblike, mbi transformimin e dishepujve të Krishtit për krishterëve, por kemi dhe teoritë alternative, që janë teoritë laike ose ateiste, që nuk besojnë Biblën. Pra do shohim këto teori dhe problemet e tyre. E para është teoria e të fiktit, pra që Jezusi nuk vdiq. Pra është një teori që ai në kryq, si të thuash, nuk pati një vdekje fizike, por një lloj vdekje klinike, le të themi, një vdekje përkohshme. Dhe pasi dishepujt e çuan në varr, aty pastaj i erdhën ndjenjat, erdhi në vete dhe u ngjall. Kjo është teoria e parë. Por kjo bën ndesh me zbulimet shkencore që i përmendëm edhe më parë, eksperimentet e bëra në lidhje me plagët e kuqëzimit, por edhe mbi çështje historike mjaft të thjeshta. Dhe njëra prej tyre është që romakët ishin ekspert në ekzekutime. Pra ushtrit romake ishin ushtrit më të ashpra, më brutale, që ka njohur bota, dhe pra ishin shumë të zotë në këto lloj ekzekutimesh. Dhe një Jezus gjysmë i vdekur, siç thon këto teori, jo vetëm që nuk do kalonte pa vënë nga romakët, por edhe nuk mund të frymëzonte një besim të ringjalljes. Pra, kuptojmë, pra edhe nëse ai do i shfaqej dishepujve gjysmë i ringjallur, pra gjysmë i vdekur, çfarë force do kishte ky besim nëse do ishte i tillë? Përkundrazi na thuhet që ai u shfaq një trup tjetër. Një trup atje që kur dishepujt gjendeshin në dhomë, pra që rrinin aty nga frika, për të shmangur persekutuese, thotë që Jezusi hyri në dhomë, pra hyri në shtëpi, pra i depërtoi nga muri, pra kemi të bëjmë me një trup qellor, një trup një cilësie tjetër. Por shenjat e fyzimit ishin ende në këtë trup. Dhe po këtë lloj trupi, Bibla mëson, pra shkrimet apostujt, frymëzuar nga fryma e shenjtë, mësojnë që të gjithë ata që kanë fjetur në Krishtin do ringjallen,
Pra në këtë lloj trupi dhe do merren parajs në kthimin e Krishtit. Kurse ata që janë gjallë, pra kisha e mbetur në tokë, do merret në atë formë. Po trupi po njësoj do transformohet. Pra trupi që shkon në qiell merr trajt qiellore. Kurse trupi që është në tokë ka trajt fizike ose trajt lëndore, siç e quajnë Bibla. Kështu që nuk mund të frymëzonte një besim të ringjallës një trup lëndor, pra një trup njësoj, po thjesht që të shpirt, le të themi. Teoria tjetër është trupi i vjedhur, pra teori që sikurse e pamë nga Ungjilli i Mateut, e përhapur nga prifërinjtë hebrejnë të kohës, të cilët paguan dhe ushtarët romak për dëshmi të rrem, pra që dishepujt shkuan dhe e vodhën trupin e Jezusit për të shtirur plotësimin dhe përmbushjen e shkrimeve të shenjta. Por si të thuash, këtu lind pyetja, pse do të vidhin dishepujt për një gënjeshtër që krijuan? Çfarë kuptimi do kishte, domethënë, kjo gjë, domethënë, që ata të vidhin një trup të vdekur, pastaj të hapin të besim dhe pastaj të vriteshin për diçka që thjesht e kishin krijuar të vjedhur. Ndërkohë që aty shohim që ka me qindra njerëz që kanë parë Jezusin të ringjallur. Dhe një prej tyre ishte edhe Sauli, që më pas u quajt Paul, i cili e persekutonte kishën, i persekutonte të krishterët vet, por edhe ai kur pa Jezusin në lavdi, pra në një formë qiellore, dhe e përshkruan si një dritë të madhe që e verboi për disa ditë, edhe ai u konvertua dhe u bë krishterë, sepse nuk mund të dilte dot kundra Zotit. Një tjetër teori e njohur është teoria e halucinacioneve, pra që shpjegojnë që njerëzit në atë kohë thjesht ju duk. Pra ju duk sikur ai vdiq, sikur ai u ngjall. Në fakt kjo teori është shumë e ngjashme edhe me Islamin, me atë që mësohet në Islam, që thuhet që Allahu bën një lloj halucinacioni dhe në kryq shkoi dikush tjetër në vend të Jezusit, dhe Jezusi nuk vdiq kurrë. Prandaj dhe muslimanët në rrafshin më të gjerë mohojnë kryqëzimin e Jezusit dhe Jezusi si Mesia, ndonse e njohin si profet dhe si një profet të madh, por jo si birin e Perëndis, edhe pse shkruajnë që vetë Allahu dërgoi frymën e tij dhe lindi një bir në Biçireshka, që është njësoj me Biblën. Ata thonë është biri i Mariamës, ka biri i Maris, por kur nuk thonë që është biri i Perëndis. Sepse nuk besojnë Perëndin e Biblës që është Perëndi kreativ, ati biri dhe fryma e shenjtë. Dhe kjo është teoria e ngjashme që shumë edhe laik mësojnë sot, që njerëzve thjesht u duk, pra ju bë sikur kanë të vdekur të ringjallur. Por prap kjo nuk shpjegon, pra duhet të themi që nuk shpjegon dot varrin bosh, një, dhe dy, nuk shpjegon dot shfaqjet masive, sepse janë me qindra njerëz, pra 500 njerëz, e zënë se bishepujt që ishin me të mund të jetë dukur. Po 500 njerëzve që nuk ishin me të, si mund të kenë halucinacione njëkohësisht 500 veta? Pra edhe shkenca pohon që halucinacion mund të ketë një person në çdo moment. Po 500 veta njëkohësisht, kjo është e pamundur dhe nuk është vërtetuar ndonjëherë, sepse i kalon, si thua, shfaqjet e fizikës, shfaqjet e natyrës. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë i ditë besojmë atë çfarë muslimanët pretendojnë, që si të thua ishin një halucinacion binatyror që njerëzve u duk sikur u kryqëzua Jezusi. Dhe përfundime, vim në fund, përfundim një bërtham e fortë historike. Ndërsa kërkohet besim për të pranuar Jezusin si Zot dhe shpëtimtar. Pra ky është besim dhe besimi është personal, është marrëdhënie personale me Zotin. Këtë mëson Krishterimi. Pra teksa kërkohet besim për ta pranuar të vërtetë, të dhënat historike të tregojnë. Pra këtu nuk po flasim fare për besim. Vetëm në trajt historike në faktohet që Jezusi ekzistoi, ka ekzistuar dhe u kryqëzua nën Pons Pilatin. Së dyti, varri ishte bosh dhe grupe të shumta, pra jo njëri, po grupe të shumta, pretenduan se pan atë të gjallë. Së treti,
Transformimi radikal I discepujve sfidon shpjegimet natyrore. Dhe transformimi I tyre shpirtëror, bindjet e tyre, aftësitë e tyre gjithashtu, ata ishin thjesht peshkatarë, njerëz të thjesht deri diku, përjashto Mateun, Palin, të tjerët ishin njerëz shumë të thjesht, zanjoqinj. Ata flisin me autoritet fjalën e Zotit. Pra urtësi e mbinatyrshme. Dhe jo vetëm në këtë trajt, por ata pranuan të vdisin, pra të vriteshin, të ekzekutoheshin, se sa të mohonin shfaqjen e Zotit, të ringjallur. Dhe siç argumenton dhe studiuesi Nicholas Thomas Wright, ringjallja është shpjegimi më I mirë për lindjen e kishës së hershme. Pra sipas I studiuesi, ringjallja pra e Krishtit, pra në një mënyrë paralele sjell edhe ngjalljen ose lindjen e kishës së hershme. Dhe kisha u fuqizua dhe u shtua më së shumti gjatë persekutimeve. Sa më shumë persekutohej, aq më shumë rritej kisha e Krishtit. Kjo është interesante, kur mendon që gjatë persekutimit dhe kryqëzimit të Krishtit, edhe ne morëm fitoren ndaj mëkatit dhe vdekjes, nëpërmjet besimit në këtë hir të Perëndisë. Miq, ju falenderoj nëse keni arritur deri këtu dhe keni ndjekur të gjitha mësimet. Nëse jo, ju inkurajoj të shikoni edhe një herë këto mësime në këtë listë. Ndërkohë për çdo koment dhe pyetje, jeni të lutur të shkruani tek dritaret poshtë këtyre videove. Uroj dhe shpresoj që të shihemi së shpejti në të tjera seri mësimesh. Nëse ju interesojnë mësime të tilla, mund të shkruani që jeni të interesuar ose doni të shikoni mësime të tjera mbi krishtërimin, dhe unë me mjaft dëshirë dhe përurësi me hirin e Zotit, do bëj çmos që t'ju jap të dhëna sa më interesante. Deri atëherë, bekimet e Zotit për ju kudo.